Okej, në këtë jenë të vogël na duhet një lakën e vogël natyrisht, sepse nuk ka vend për më shumë. Coptohet në versionin që ju dani, Lena ka vendosur me coptu në këtë mënyrë. Sasia e kripës është një lugë plot ose një lugë plot edhe ose një lugë edhe njët mesme afërsisht 20 gram krep për 1 litër. Tash për shembull këtu I kemi bu 2 lugë gjysa afërsisht krep, edhe kena me pas 1 litër e pak ujë për shkak që e kemi edhe ashtu sasinë e tegullës. Fillimisht unë I paloj lakrat, sipas dëshirës, së më nxon sa më shumë hapësirë. Edhe me qëllim s'pi prej krejt një herë. Me qëllim s'pi prej krejt me një herë që me po se qysh po na duhet format. Munden edhe me gri komplet lakran, po mu më pëlqen kur është kështu copë. Vetëm pak Len, sepse shikus pandej po ankohen që jo s'peshohim doktoreshen, jo s'pobina që po ban doktoresha. Gjithmonë kemi mesazhe të tilla, kështu që ja këtu po shihet. Bravo t'jam. Rënditet, pastaj në anën në njërin tjetër, a vlohet uji Len? Jo, për shkak se nëse vlohet, ajo kur fermentohet qëndron ma gjatë, por nëse vlojmë I humbim mundësinë e fermentimit, ngadalësohet fermentimi edhe ato bakteret nuk I arrim deri maksimum. Ne preferojmë I shtu gjethe dafine, se kemi thënë sa herë që është antivirale, kështu që tash virus t'i kemi shumë aktiv, edhe normal kokër biber zi, edhe për efekt antiinflamator që ka, po edhe për mjep shije, kuptohet. Ka pak shumë pak krep, direkt e lakra kështë, po jo krejt sasin, sepse duhet me tret kripen në ujë. Më thanë deri sa të mushim. Kur mbyllet, a duhet të qëndrojnë në ambiente me temperaturë domës, të ftata në balkon, për shembull në banesa, e kom pa që I lojnë? Duhet me qëndru në temperaturë minimum ma pak se 25 gradë, më thënë ma e vogël. Zakonisht 7 deri në 14 ditë, tash më varet. E shohim se zakonisht duhet me po, masive që kemi në qelë që shohim afërsisht se nëse lakra I del larkë prej ujtë, mundet me kriju mëk, edhe mundet mos mu fermentu mirë, po mirë është 14 ditë, me arrit vlirën maksimale të probiotikve. Tash ka me duru qëndriti 14 ditë për mëva, jo, nuk e di. Ama qëndriti e ka obligim në atirë në darkë tani, me është me shku me I provu. Edhe me provu me na e vlerësimin për sasinë për lakrat.